shumë, se dhe mirë se erdhe dhe ju bashkoj emisionin Pasdita Sportive. Mirë si u gjej. Thash mirë pak a shumë Regjina Emilia, sepse na Reggio Emilia. Reggio Emilia. Një shkollë ku edhe Kobe Bryant ka nis hopat e parë kur babaj i tij ka qenë basketbollist në Itali. Po, e vërtet. Kobe ka qenë si fëmijë në Reggio Emilia, në klubin, në akademinë e Reggio Emilia, kur baba i vet, Joe Bryant, ka luajtur në Serien A në klubin e qytetit, vitet 88-89, nëse s'gaboj tash. Po, gjatë asaj kohe. Po, dhe aty e ka kriju, e ka kop, me thonë, dashnin për këtë sport, deri kur ka shku në nivelet. Edhe tani e dim nivelin e tij, se kush ka qenë edhe se si ka arrit. Marr parasysh se e dim pak a shumë edhe çdo hap, çdo cep të asaj palestrës ku ka luajtur edhe vet Kobe Bryant. A ka ndonjë fotografi të Kobe Bryant pikërisht në palestrën në Reggio Emilia? Në palestër ka fotografi, ka dhe pas aksidenti që e pat tragjik, sot edhe sheshi para palestrës të qytetit, u vënu emni i Kobe dhe Gjana Bryant. Okay. Gjithë salla është pikturuar me ftyrën e Kobe Bryant. Ka bë morale pikërisht. Absolut. Sidomos mas aksidenti që e pat. Po, ka pas edhe përpara fotografi na për palestër, na për zveshtore, na korridoret të babit Kobe edhe të Kobit. Marr parasysh se e përmenda, e din çdo cep, po besoj që mundesh me ditë edhe ndonjë ritual të ndonjë prej lojtarëve të ri kur vjen m'ja u tregu pak a shumë. Ja u tregojnë të gjithë lojtarëve, sidomos kur pranohen se Pallacanestro Reggiana, që është klubi i qytetit, aty është janë do procedura për mu pranu në klub, edhe kur pranohen e kanë si krenari, atë simbol që ka shkelna për gjitha cepat e palestrës, edhe sot Alon është trajneri njëjtë që kam pas edhe vet trajner i Kobe Bryant, do me thonë është Andrea Menozi, i cili sot kanë kalu 40 vjet dhe është i njëjti trajner. Jashtëzakonshme. A je shqiptari i parë që ke nis hopat e parë në këtë shkollë? Po. I vetmi Alo, tash është një lojtar me prejardhje shqiptare, babën e ka për Shqipënisë dhe nanën e vet italiane, po është në klubin e Reggio. Na trego pak a shumë si e ke nis rrugën tonë si basketbollist. Unë si basketbollist kam qenë si këtë fëmija tash që tërhiqen edhe ftohen prej shokëve të ngushtë, ose edhe fillova hapat e para, servitin e parë, më thirrja i shoku, shkova në palestër, mini basket ka qenë atë kohë, dhe filloj më pëlqy, nisa me stërvit 2-3 jarë njavë sa kanë qenë atëherë. Tani, gradualisht u zgjatë, se gjithmonë ju më kanë pak ma i gjatë, ma i dalun si në klasë, si në grupë moshët në temë, edhe në moshën 12 vjeç na kanë bërë selektimin në tamam në akademi që selektohen, edhe alo sot vazhdoj me selektimet që bëhen vit për vit, çdo vjet për mu pranu në akademin. Selektimi nuk bëhet vetëm për klubit mini basketit të Reggios, po bëhet për gjithë Italias dhe ka edhe lojtarë që vinë për jashtë. I selektojnë edhe nga vende tjera. Kur u pranove edhe si u pranove? Une ju pranu mesin e gjallet lojtarë që jena kanë prezent, jena pranu 5 lojtarë. Nga 6 lojtarë, po në atë mosh. Dhe kur e përfundum stërvitjet që i mbajtëm 3 ditë, erë trajneri Andrea dhe na ftoi 5 emra i thiri, edhe kur e njita emrin tam, ideja me njëherë u konë, okej, e pata, po ta 5 ditë një hapë për para, tjerë faleminderit për pjesëmarrjen, edhe neve na tregun qeshimin nesër në stërvitje të radhës. Pas pranimit ke vazhduar, ndë ke qenë pjesë deri në cilën moshë? Deri në moshën unë 21, kur jena shpallë edhe kampion të Italisë, edhe pse vendose me ndalu pikërisht ato?
Nuk e kum vendos unë fatkeqësisht, kum pas lëndimin e gjuhë që i kum put ligamentet ACL që i thojnë, edhe pastaj u detyrova me vazhdu gjithmonë karrierën, se unë vazhdova me lujt, po jo në të njëjtën kategori, se trupi nuk u përgjigjke me kërkesat që kërkonte sporti, edhe klubi, sporti normal. Edhe lujta në kategoritë më të vogla, po atë qefin tem e kum bën, domethënë me basketball, gjithmonë në qytetin e Reggjomilit, po në mos kish ndodh ai rast, ai kaputje e ligamenteve, po besoj që kishte qenë niveli më të lartë. Besoj që po. Besoj nashta këtë mosh kishna nis me shku në kategoritë më të ulta, se kum pas potencial, sidomos fizik, kum pas gjithmonë jum kanë eksploziv si lojtar, i shpejt, por punën që na kanë kërku trajnerat tonë jum kanë jashtëzakonisht intensive, edhe unë shpesh sot që vazhdoj me të rinjt, tham unë nuk më ditë me thonë jo kur trajnerit tem kur u kërku një stërvitje, një ekstra stërvitje. Jo, unë s'kum ditë që fjalën jo nuk e kum pas në vokabularin tem. Pavarësisht a del me keq, ama mirë, po dush me pranu gjithherë një punë që të vihet nga vetë trajneri. Absolut. Shemsedem u du mundal pak a shumë tek pjesa e karrierës tone, duke ditë që ke qenë prej 60 lojtarëve, ke qenë në mesin e 15.000 që i përzgjedh. Do marr parasysh grup mosha kur ke kaluar, po besoj që ka pas edhe zgjedhje të selektimit për kombëtarët italisë. A ke qenë ndonjëherë në prej emrave që je përmend, ose me dije unë kam pas një stërvitje kur trajneri na ka ftu në moshën U16. Na ka ftu 3 lojtar, edhe ju kanë zarfat e kombëtarës. Unë e kum pa emrin tem, po unë gjithmonë trajneri kum thonë që nuk kam çam me shku në grumbullim, se ëndra ime u kanë gjithmonë me lut, më thirr kombëtarja Kosovës. Edhe s'muj me thonë që u kanë pikërisht për më thirr kombëtare. Për grumbullim e di sigur që u kanë për më ftu në grumbullime të kombëtarës. Po nuk e kum pranu, nuk e kum marr, se mu do ke ëndër më shumë me lut për Kosovën, se sa Italin. Pavarësisht. Po sot me mund më kthy, nashta kishna qenë zarfe, nuk e di. Njëjtën shkollë, njëjtën frymë të basketbollit italian ke vendos me prunë Kosovë. Po, s'po ku po mundomi, njëjtën frymë gjithçysh, njëjtin pasion, sidomos që unë e kum marr prej trajnerave të mi, që sot jemi non-stop në kontakt dhe lidhje me ta. Klubi këtu u themelun 2019, kur vendosa më kthy në Kosovë, edhe me këshillat e trajnerit tem gjithmonë, unë i thash, du më kthy në Kosovë dhe du me vazhdu me basketbol. Cila është mundësia, ose cila është ideja që ju më sugjeroni. Edhe ka qenë pikërisht kjo fillo, me sallan, lyp mjete, sponsora, dhe na të përkrahum për sa i përket ka ona e emnit të klubit, të drejtën me pas emnin e njëjtë, logon e njëjtë, edhe lidhja direkte që është me ta në rast ndonjë talent ose talente në të ardhmen. Si funksionon klubi në Kosovë? Në cilat grup mosha, në sa grup mosha, dhe me sa dinet të 2 gjinit është? Po, 2 gjinit jemi si vjetë, por ndryshe klubi funksionon prej moshës me thonë 6 vjeqarë, që thirrën mini basket. Na e kena ndom grupin e mini basketit që punojnë prej moshës 6 deri në moshën 9 vjeqare 10. Parafërsisht, pastaj kalojnë në U12. E kena grup moshën U12, U16 si vjet i kemi, edhe U18 djem. Ndërsa me vajza i kena kampionatin U21, cilët jena pjesëmarrës, dhe jemi me këto 4 kategoritë për momentin. U12, U14, U16, U18. Cili është objektivi i klubit? Objektivi i klubit është që të jep një frymë të re, jo vetëm basketbollit, po
sportit, përgjithësi që këto sportet e kanë një rregull, disiplinën që do të më pas për kushtimin, dashnin, për njëri tjetrin, për klub, për shokun ose shoqën dhe respektin. Na mundohemi me trajnerat gjithmonë me transmetu një pasion që e kemi ndaj këtij sporti. Dashnin që e kemi ndaj secilit individ që është pjesëmarr në klubin ton dhe s'paku mund na u kthy me një njëjtë monedhë çato që na ju përkushtojmë. Po motoja që e bashkon pikërisht klubin cili është? Motoja mu me thonë respekti, dashnia. Respekti dhe dashnia për klubin, shokun, shoqin, çdo gjë. Se unë sot alo, edhe pse s'jam lojtar i Reggio në Itali, unë sot e kam të njëjtën dashni që momenti që më kam pranu çat ditë në ultramajt, që për mua më lidh me ta me një farforme që është e pa imagjinueshme për mua mu shkop prej tyve. Po. Edhe njëjtën sen mundona dhe djemve dhe vajzave të reja që kur do mas 10 vjetë më kalojnë para syve, nalën, përshëndesin, edhe më majtë men për të mirë. Jo, për... Paga shumë cili do t'jetë, apo ndryshe cila është ëndra e Shamsedinit me klubin? Ëndra me për Shamsedinin. Une kam qef një njëtard me nxarr lojtar që unë me lujt në Evropë. Pikërisht në Kosovë, për kombëtarën e Kosovës se jo, gjithçysh. Po edhe që unë besoj në rini tonë, kena shumë rini, kena klube Prishtina ka plot. Tash çdo klube ka një numër të madh të regjistruar, kështu që nuk jemi tu hek keq për të ri. Na kemi shumë edhe besojnë ta, kemi talenta. Nuk kemi ndoshta gjatësi shumë të madhe si do vendet Evropës ose vendet fqin që i kena. Po, du të me punu me qata. Me qata jene të punu, jena të punu jashtëzakonisht shumë, ditë për ditë, edhe një të ardhme këta gjeneratat, sidomos gjeneratat e reja që jena prej fillimit, me një farforme, prej temelit jena të ngrit, që me pas përkushtimi maksimal, se nuk vjen gjithçka rastësisht. Tashte do të me pas përkushtim, disiplin, edhe me vazhdu punën për me arrit në Evropë. Mesazhi yt për secilin basketbollist qoftë e klubit tonë, qoftë secilit për klubeve që mos mund dal në ëndrën që e ka. Do të më sakrifiku. Unë kom sakrifiku shumë për me arrit. Unë kom lujt tash në Itali, po sakrificat e mia janë kanë për gjeneratat e reja të sodit janë pa imagjinueshme. S'kom pas as menja s'kam mujt më shku, po shkoj me një ditëlindje, po shkoj me një nej, po shkoj me diku. Që ajo në sakrifica që sot djemë të ri, duhet me pas parasysh që me arrit çfarë do lloj sporti, është me pas përveç përkushtimit punës, dashni, pasionit, sakrificën. Milion do sene jashtë se vjen përpara mësimi, normal po, edhe për ato që jetu punu. Shamsedin Bitishi, faleminderit shumë që zgjidhe kohën dhe ishe pjesë e pasdites sportive. Unë të uroj më të mirat me klubin dhe të uroj që ëndrat tua për të pasur gjenerata sa më shumë dhe për të ngritur atë gjenerata, po ashtu dhe ëndrat që me realizu, që me pas me kalu lojtar qoftë nivelin evropian, qoftë botror, dhe ata vinë ta përfaqësojnë shtetin në mënyrë më të mirë dhe më të mirë të mundshme që është. Faleminderit juve, shpresoj që shumë të ri kanë me pas vullnet me bën këtë sport, çfarëdo sporti veç me u përkushtu sa më shumë.